Këtë kohën ka qenë diqyr, nuk ka qenë si duhet. Kur me opozitën ajo nuk, as kurti as ajo s'kanë për diçka fjallë mira mu bashku me njerëz. Po gjithë kanë pa ndomje, kështu që... Kjo ka ndikuar sipas juve? Shumë ka ndikuar. Si e vlerësoni si politikone? Pse me kom gurë që 8 herë e njëjta, pse mos me ndru, ka bëll deputet bre burr? Ka bëll. Cili do të ishte emri i përshtatshëm sipas juve për kryeparlamentar? Nuk e di për ata, cilën të zgjedh tjetër, që shorë që tash puna cilën të zgjedh ka me kaluar. Ky ngërçi politik sipas juve i nderuar, kur mund të merr fund? Nuk e di, tash ti masi kushtetuta që ashtu nuk për asi, nuk ma mërmenja, nuk di kur. Për në kushtetuse në qëvë, dikush e nuk bovë diçka, s'dikush ka drejt me qëve. Se këtu qaq këj kanë kompliku këtë punën e kushtetutës, së menja s'ta mërë. Po gjojnë bira gjithkon, njerë që ashtu, njerë që... Por çdo fjallë, të bojnë problem. Kështu që nuk ma mërmenja. Nuk pret zgjidhje të ngërçis politik nesër, me 3 maj. Unë mendoj veç duhet t'jashtmit me intervenu, po tash po ka punë të atjashmit, po kanë punë problem me Amerike, me shtete tjera, s'po kanë kohë më marrë me neve, se si për parave ta kishtu një zarfë edhe u kry puna. Po tash t'japsh ambasada, as nuk po vjen më në parlamentën, që 3 herë nuk u konë. Cili është ndikimi tashmë i mos konstituimit të kuvendit të Kosovës të institucioneve tek sytë e ndërkombëtarëve? Si na shohin ata? Po ty be ata na shohin, po më duket mua që nuk mujna me mojt shtetin. Qa që mjallën qatë nivel që s'mujna me mojt. E kuptoj, faleminderit shumë. Dikush më na komandue.